parë për një lloj solidariteti kombëtar. E dyta, për të mbajtur atë shpirtin të themit të përkrahjes ndaj njerëzve të UÇK-s. Dhe e treta që është në mendimin tim më e rëndësishme, për të mbajtur vlerat e mira, të cilat më vjen keq të them, për herë më shumë po bjerën, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Motivi është shumë i mirë i organizatorëve për solidaritetin dhe për të bërë qartë që shqiptarët besojnë që mbajtja e tyre në gjykatën e Hagës është e padrejtë dhe meritojnë pafajësinë. Megjithatë ka një pamje krejt tjetër dhe pamja tjetër është ajo që ka lidhje me politikanët. Ju tani shikoni në ekranet tuaja që po flet zoti Lushtaku. Shqetësues për mua është mungesa e politikës reale, për shkak se zoti Balla është në rangjet e larta të Partisë Socialiste, kurse zoti Leskaj nuk di që të përfaqësoj tamam Partinë Demokratike, aty përfaqëson veten. Dhe më vjen mirë që ka bërë këtë zgjedhje. Pse përfaqëson veten zoti Leskaj? Është pjesë e grupit parlamentar. Patjetër, po ka momente që individi përfaqëson veten, sepse deputeti del nga njerëzit, duke dal nga populli, duke dal nga komuniteti. Është mirë që hera herës të tregoj identitetin e vet. Dhe më vjen mirë të paktën që përfaqësohet, që e i mbron vlerat. Po, ndjehet si u ndërpres zoti Andoni, rikthehem me Esmeraldën. Esmeralda, po. Kam deputete nga Nimet e Mysliu këtu. Mirë se ju gjetëm. Është mëse i qelluar, i vonuar pak, por i qelluar. Për te politikës duket se shqiptarët janë bashkë, për politika e kemi parë edhe dje që shpesh herë ju ngatrojt pak në përkëmbë. Vlerat e ushtrisë qeverimtare të Kosovës janë mbi çdo parti politike dhe mbi çdo interes personal e individual. Nëse ka diçka që i bashkon ushtarët e ushtrisë edhe popullin bashk, është ushtria qeverimtare e Kosovës. Faleminderit shumë. Në fakt dua të ndalem pak tu, po shoh edhe një personalitet tjetër. Ne të gjithë e njohim si babain e Granit Xhakës, por ai është një kontribues i madh në fakt edhe për çështjen shqiptare. Mirë se u gjetëm. Po, ka Zvicra. Si po ju duket ky manifestim? Mirë, super. Shto se gjithë kjo mbledhje, këto bim këtu, është për lirimin e qeverimtarëve. Si e keni parë atë proces në Hagë, duke ditur edhe luftën, kontributin e shqiptarëve gjithandej? Proces politik, proces jo i drejt, por e drejtësia do del në fund edhe qeverimtarët do t'jenë të lirë. Faleminderit shumë. Mirë, Ilir, ishim me këto dy lidhje të drejt për drejta në këto momente. Unë do të kërkoj her pas here lidhjen, sepse është edhe pak e vështirë. Interesimi në fakt i medjave është jashtëzakonshëm të Tiranës, medjave që kanë ardhur edhe nga troje të tjera. Absolutisht. Ndërkohë që qëndrojmë me pamjet nga sheshi Bej, flamuj të UÇK-s, gjithashtu edhe pankarta me mbishkrime. Pankarta në fakt që i kanë parë që në orët e para të mëngjesit të ditës sotme, që kur mbërritën në kryeqytet qytetarë të shumë të pjesëtarë të UÇK-s për të marrë pjesë pra në këtë marshin, i cili duket masiv. Kemi gjithashtu në tjetër plan gjithashtu edhe zotin Taulant Balla, i cili nuk ka dashur që të prononcohet, ama duket se prezenca e tij në këtë manifestim flet aq sa duhet. Zoti Andoni. Unë nuk do të ullë të pjesën e entuziasmit shumë të madh që është. Është një moment shumë mirë, se si që thash pak më parë, këto vlerat e UÇK-s, për shkak të situatave, për shkak të politikës, dora dorës duket që po bjerë. Do të thënë, në dukje, mbahen flitet vazhdimisht për UÇK-n, por e vërteta është krejt ndryshe. Ka një bjerje të vazhdueshme të nderimit për ta. Shikoni gjendjen e një pjesë të tyre, sidomos e veteranëve, në çfarë kushte që janë. Dhe ajo që është më shqetësuese është edhe për njerëzit që janë Hagë. Ju e dini që
pa ja përmendur emrin se në atë pozicion aq të vështirë sa është nuk është mirë, përpara se të shkonte në Hag, mbronte pjesën legjendare të UÇK-s, ndërsa tash janë tërhequr sepse ajo po i kthehet në një lloj bumerangu. Ashtu si nga ana tjetër ka diçka që është prap shumë shqetësuese në lidhje me perceptimin e dy qeverive tona në Shqipëri dhe në Kosovë për momentet e ngritjes së gjykatës e dhomave të specializuara. Ky ishte edhe debati midis Ramës dhe Kurtit. Po, besoj është i shtrezuar. Është i shtrezuar dhe të majtët gjithmonë i kanë këto probleme. Ju e dini që vetëvendosja e Partia Socialiste është një familje, se janë pjesëtarët internacionale socialiste. Çuditërisht, përplasjet janë aq të mëdha sa tregojnë që ideologjia vetë e majt ka jashtëzakonisht probleme. Duhet të jemi koshient. Pse bën Kurti këtë tani? Pse Po, biem ishte në- lajmëruar më herët që do të zhvillohej ky marshim, ky tubim, pikërisht një ditë biem më në parë pjesën e pati kësaj. debat në rrjetet Sepse sociale, por jo shumë- vetëm. Është shumë